Braktisja e banesave në fshatrat e Bulqizës jo vetëm që krijon një pamje ankthi për shkak të largimit masiv të banorëve, por këto shtëpi janë kthyer në rrezik për banorët që jetojnë ende aty. Në lagjen Toska, në Zerqan, shtëpitë që janë pa banor brenda janë kthyer në rrezik për fëmijët që lozin çdo ditë pranë tyre. I tillë është rasti i kësaj banese që ndodhet në qendër të fshatit, ku me rreshtet e fundit të shirave këto banesa janë amortizuar akoma më shumë. Vjolca Toska shprehet se fëmijët po rrezikojnë jetën nga banesat e braktisura. Ai shton se në të tilla raste duhet të ndërhyjnë vetë pronarët e banesave e në të kundërt të ndërhyjë bashkia pasi po i rrezikohet jeta e fëmijëve. Problem është kjo banesa këtu. Se lujnë në fëmijët, shemen, ata s'din gjë, dalin e lvizin në jakolle, futen në mrena, rrezikohet, për fëmijët rrezikohet. E në ato kanë shku me shëra në qytet se s'kishin të ardhme. E në kanë shku kanë një të qe. Pa e kanë ngritë qesimin, po s'ka pasë shumë. Ka një 4-5 vjetë këshu është. Qështë si ka pas shina o shumë më shumë. Këto lloj ndërtesash nuk janë një rast i izoluar pasi i gjen në të gjithë fshatrat e Bulqizës që fatkeqësisht janë braktisur nga banorë ndër vite.